Ish komandanti i forcave detare Artur Meçollari ka dhënë një intervistë ku ka diskutuar për sigurinë e Shqipërisë dhe mundësinë e kërcënimeve nga konflikti në lindjen e mesme dhe nga aktorët ndërkombëtar si Irani dhe Izraeli. Sipas Meçollarit, Shqipëria nuk është e kërcënuar nga lufta mes Iranit dhe Izraelit, përveç mundësisë së një lufte kibernetike nga Irani. Ai theksoi se megjithse ekziston një opozitë iraniane në Shqipëri e përfaqësuar nga mujahedinët, kjo nuk paraqet një kërcënim të drejtë për sigurinë e vendit. Shqipëria nuk është e kërcënuar nga Irani, pavarësisht se kemi opozitë iraniane në Shqipëri nga mujahedinët, që në fakt përbën një problem midis dy vendeve që mund të krijojë problem nga pikpamja e luftës kibernetike, por kjo nuk do të thotë që do të jetë problem për sigurinë e vendit. Shqipëria është e sigurt nga pikpamja e luftës Izrael-Iran. Kjo është një pikë qetësuese, tha ai. Në lidhje me kërcënimin më të mundshëm për rajonin, Meçollari theksoi se Rusia përbën një rrezik më të madh. Lidhur me këtë, ai vë rëndësinë se kërcënimi nga Rusia do të varet nga rezultati i luftës në Ukrainë. Më shumë duhet i friksohemi Rusisë për impaktin në rajon, nisur nga një kërcënim perspektiv. Kërcënimi i Rusisë do të varet nga rezultati i luftës në Ukrainë. Nëse Ukraina fiton, Shqipëria dhe vendet e tjera nuk janë të kërcënuara. Kërcënimi i Shqipërisë nga Rusia është pjesë e kërcënimit të gjitha vendeve europiane, nuk është kërcënim individual, shpjegoi Meçollari. Në përfundim ai gjithashtu shtoi se rezultati i luftës në Ukrainë do të ndikojë në stabilitetin e të gjithë rajonit, përfshirë edhe të ardhmen e Kosovës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.